pse po përdoren standarde të dyfishta. E arsyeja se pse jemi sot këtu në sheshin George Bush në Prishtinë është për shkak se rasti është i njëjtë. Dje në Gazetën Nacionale kemi publikuar një hulumtim ku tregon qartë se qysh një pikë karburanti të naftës e kompanisë Exvis është duke operuar brenda një zone të trashëgimisë kulturore në qytetin e Pejës. Për këtë rast, Prokuria Themelore në Pejë ka ngritur edhe akt akuzë ku përveç tjerash po kërkon edhe rënimin e atij objekti. Por kjo gjë fare nuk po i bën përshtypje Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore të Ministrit Hajrullah Çeku, për shkak se të njëjtit nuk kanë dalur asnjëherë në terren. E arsyeja se pse jemi sot këtu në sheshin George Bush në Prishtinë është për shkak se rasti është i njëjtë. Punimet në sheshin George Bush kishin filluar në mars të këtij viti, ku për disa herë radhëse Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore së bashku me Policinë e Kosovës kishin ndërprerë punimet në këtë vend me arsyetimin se të njëjtit nuk i kishin marrur të gjitha pëlqimet për të ndërtuar brenda një zone të trashëgimisë. Nëse ju dëni me inspektor për mu basë, nëse me i shkeli vendimet po nëse së basë, dhe ne këndështane, unë për thëmë që unë i obligona, unë njëfë si vendim ligjor dhe obligohen me respektu. Edhe Komuna Prishtinës, edhe ju se inspektorat duhet me kërku prej institucionit kompetent që me krye punën e vetë. Me qenë se në këtë vend janë dalur punimet me të njëjtën arsye, lind pyetja, pse të njëjtin veprim Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore nuk po e bën edhe ndaj kompanisë Exvis në qytetin e Pejës? Pse po përdoren standarde të dyfishta? Si është e mundur që një kompani që është duke operuar brenda një zone të trashëgimisë kulturore, ku për çka dhe Prokuria Themelore në Pejë ka ngritur akt akuzë, po vazhdon të punohet sikur se të mos kishte ndodhur asgjë. Vlen të theksohet se Gjykata Themelore në Pejë në një përgjigje të dhënë për Gazetën Nacionale ka thënë se nuk mund të jap më shumë informacione lidhur me rastin, për shkak se është duke u shqyrtuar. Po në fund të kësaj emailës kemi marrur një premtim nga Gjykata Themelore në Pejë se vendimi do të jetë i paanshëm.